Në më shumë se 26.000 dosje të arkivuara pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave në harkun e 10 viteve, të dhënat zyrtare tregojnë se janë kompensuar vetëm 870 pronar të shpronësuar në diktaturë, ose më pak se 5% e totalit të vendimeve të marra. Fondi i ndarë për këto familje është rreth 8.4 miliard lek, ose rreth 84 milion dollar, ndërsa sipërfaqja e ndarë nga fondi fizik është 765 hektar. Kështu, përkundrejt përcaktimeve të bëra në ligjin e reformuar në vitin 2015, procesi ka ecur me ritme të ngadalta. Në raportin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave për vitin 2024, vihet në dukje se ajo që ka vonuar praktikën e kompensimit, krahas betejave të njëpasnjëshme në gjykatën kushtetuese, kanë qenë dhe numri ulët i aplikimeve nga ana e qytetarëve, si dhe problemet e shfaqura në lidhje me tagrin e prokurave dhe çështje të tjera administrative që kanë penguar përfundimin e procedurave ligjore. Konkretisht në 10 vite, rezultojnë të jenë depozituar vetëm 2570 kërkesa nga ana e pronarëve të shpronësuar, nga të cilat janë ekzekutuar vetëm 33.8% prej tyre, ose 870 vendime. Gjatë periudhës janar-dhjetor 2024, janë trajtuar 24 dosje me një faturë financiare deri në 15.000 euro. Me ndryshimet e bëra, të gjitha familjet që kanë një vlerë kompensimi më të ulët se 15.000 euro, kanë mundësi të përfitojnë të plot, pra në masën 100%, kompensimin nga fondi financiar. Sa kaq janë trajtuar dhe 23 vendime me kërkesë të veçantë, çka do të thotë se këto familje me vullnetin e tyre kanë zgjedhur që të marrin deri në 40% të faturës së kompensimit dhe të heqin dorë nga pjesa e mbetur, si dhe 5 dosje të tjera, pronarët e të cilëve kanë marrë 20% të vlerës nga fondi financiar dhe 80% nga fondi fizik. Pra në total janë trajtuar vetëm 52 dosje. Sa i takon procedurës së vlerësimit, Agjencia e Trajtimit vë në dukje se në harkun e një dekade janë vlerësuar financiarisht rreth 27.000 vendime. 3 vite më parë, me rekomandimin e bërë nga Gjykata e Strasburgut, ATP-i vlerësoi gati 10.000 dosje, të cilat ishin prekur nga ndryshimi i zërit kadastral, duke ju dhënë mundësinë të mos dilnin duar bosh nga procesi, por të përfitonin 10% të vlerës që kishte prona e tyre sot në treg. Kujtojmë se në fund të vitit që shkoi, qeveria vendosi të zgjasë deri në fund të vitit 2028 afatin për kompensimin e pronave dhe trajtimin e dosjeve pa vendim. Janë mbi 7.000 aplikime për të cilat ATP pritet të dalë me një vendim, në të kundërt këto familje do jenë të detyruara, siç ka ndodhur edhe me praktikat e mëparshme, që t'i drejtohen gjykatës.